Miftiu i Republikës së Kosovës, Naim Tërnava, është drejtuar besimtarëve musliman sot në ditën e premte, ku për herë të parë në vendin tonë është pezulluar falja e namazeve me xhamat, si dhe falja e namazit të xumas. Miftiu i Republikës së Kosovës ka thënë se janë marrë të gjitha masat që të pamundsohet përhapja pandemisë globale COVID-19 dhe për këtë arsye janë pezulluar edhe namazet me xhamat. Institucionet kompetente të vendit kanë marrë një sër masash e të cilat jemi të obliguar që t'i respektojmë në mënyrë rigoroze që të gjithë. Në këtë kuadër dhe Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës kanë ndërmarrë një sër masash që të parandalojmë infektimin nga virusi COVID-19. Një ndër hapat që kemi marrë është edhe pezullimi i përkohshëm i namazit të xumas dhe i namazeve të tjera në xhami. Krejt kjo për të ruajtur shëndetin tonë, për të ruajtur i qoftë edhe një jetë njeriu dhe për ta tejkaluar të sfidë me sa më pak dëme. Miftiu ka rikujtuar se përkundër pandemisë, besimtarët e kanë për detyrë që t'i përmbushin obligimet ndaj krijuesit. Mirë, po kjo nuk do të thotë që ne e lëm anësh obligimet tona ndaj krijuesit. Namazet tona do t'i falim në shtëpitë tona, bashkë me familjet tona. Nuk do e falim namazin xumas, por do e falim namazin e drekës. Do të bëjmë lutje e dua që Zoti i Madhëruar të na jap durim, forcë e moral për të dalë sa më parë nga kjo gjendje. E kemi për obligim që së pari të ruajmë shëndetin tonë, të kujdesemi për familjet tona, të kujdesemi e të mbështesim farefisin dhe të gjithë ata që kanë nevojë. Miftiu i Kosovës, Naim Tërnava, i ka ftuar po ashtu të gjithë qytetarët e vendit që të jenë unik, e sidomos në kohën kur vendi po përballet me pandeminë globale. Miftiu ka kërkuar nga të gjithë spektri politik që të lënë me një anë interesat politike dhe të bashkohen me popullin për luftimin e kësaj pandemie. Në këtë ditë xumaje ftoj të gjithë që të bëjmë më të mirën për vendin e popullin. Në kohën kur ne po përballemi me pandemi, Kosovës ju shtua edhe një sfidë tjetër, kriza institucionale e politike e vendit. Në emër të juaj, për hir të vendit e të popullit, i drejtohem të gjithë spektrit institucional e politik që në këtë situatë të lënë me një anë interesat politike, por të jenë unik në tejkalimin e kësaj sfide. Populli i Kosovës nuk e meriton edhe sfidën politike. Nëse ne jemi të pafuqishëm kundër këtij virusi, besoj fuqishëm se krizën institucionale politike mund të shmangim.